Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, si kuvendi më transparent në nivel vendi. Anëtori kuvendit duhet më së pari të jetë përgatitur në aspektin profesional, po tani po ju mungon edhe guximi. Ajo çka është më e keqe, për shembull, në shoh për shembull investimet nuk shkojnë në vendet e duhura, po më tepër orientohen ka elektorati. Kjo është shumë e gabueshme. Prandaj investimet duhet të orientohen aty kushte nevojshme. Pavarësisht ai takon fshatit apo qytetit Malishevës. Ne kemi plot raste për shembull një rrugë që janë shumë të rëndësishme. Për shembull, po marr tranziti. Në shtacionisma ka po të me bo një projekt madhor. Por për mendim temin, unë mos pari kisha bë tranzitet, që kishin shpëtu këtë rrugët për rreth që janë dëmtune me rregullimin e sheshit e rretheve të gjitha atyre. Prandaj sot ka nevojë tranzitet më po, pastaj ka nevojë edhe rrugët që janë prishje, janë demoluar gjatë rregullimit të kësaj pjese, po shqetësimi më i madh për qytetarët e komunës Malishevës është sjellsi. Ndoshta është mirë me shku buxheti 4 vjeçar, po me pas ujë, me hek një problem. Jo vazhdimisht me pas probleme me ujë, vazhdimisht rrugë, vazhdimisht kanalizim. Pastaj te kanalizimet e kemi problemin 2 impinjantët mungojnë, edhe në bubull edhe kënej ka pagarusha. Uja dhe në hapësirë. Prandaj është mirë kjo çështje të rregullohet. Unë isha kryetar të komunës për debate, ofrojmë për kalojmë pak më vonë. Po, më vonë, në mirë, po tash duhet kjo çështje të merren, detyra ime si anëtar i kuvendit sa arrim me shku aty, është me marrë iniciativa, propozime, po edhe me përcjell edhe punën e kuvendit. Kuvendi duhet të jetë transparent, duhet të jetë llogaridhënës, po edhe dinjitetshëm. Pse po mbetet zakonisht kuvendet komunale disi nën hije nga ekzekutivi? Të jemi sinqert edhe të korrekt, 2017-2021 kemi pas një kuvend komunal që ju keni qenë kryesues, që është ndëgju. Sa do pak është ndëgju zëri, ka pasur debate, ka pasur diskutime, ka pasur pakënaqësi, po edhe pajtime lidhur me projektet, lidhur me projekt buxhete të ndryshme dhe punë të ndryshme. Pse po ndodh shpesh herë që kuvendet komunale po binë në hije e ekzekutivit, ku të njëjtët qytetarë kanë me votuar si listën për kryetar komune, po ashtu edhe për asamblesë. Më thot vërtetën, unë sa kam mojtë mi përcjell të pse po binë në hije e saj, kam insistuar se jam kryesues edhe në takime me ministri. Mi u kthy dinjiteti dhe duhet të kthehet digniteti. A besoni një çështje që raporti për kuvendin komunal në Malishevë, deri se jam shkuar, ka qenë kuadër të drejtorisë së administratës të përgjithshme. Që nuk e di ata njerëz sa logjikojshin raporti vjetor për kuvend e bëj ka administrata përgjithshme, drejtoria e administratës përgjithshme. Dhe më po them me orën time aty na kemi përgatitur raport diku me 20-30 faqe. Prandaj sot ditë në zyrën time e kam lënë kemi milionën që na ka ndau Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, si kuvendi më transparent në nivel vendi. Me të vërtetë kemi qenë shumë transparent. Ka pas pakënaqësi, ka pas debate, ka pas kundërthënie, po ka qenë një kuvend i dinjitetshëm që ka marrë vendime dhe ka përcjell punën e vet. Kuvendi ka obligime dhe me përcjell vendimet e veta, apo i zbatohen apo nuk po i zbatohen. Ne e kena bërë ato, dëgjimin publik, ne e kemi bërë. Ligji thot se kemi marrë ato me dhunë. Shumë qartë thot ligji për qeverisje lokale, edhe ligji për menaxhimin financave dhe përgjegjësitë thot qartë. Dëgjimin publik e bën kuvendi. Dhe unë si kryesues bashkë me Komitetin për Politikë e Financa kanë dhënë gjitha fshatat, i kemi marrë projektet, pastaj i kemi inkorporuar në buxhet dhe i kemi votuar.